Zgjedhjet parlamentare 2014 në Kosovë. Kjo ishte tema e diskutimit në tryezën e rrumbullak të organizuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në Gjakov. Koordinatoria nacionale për zgjedhje Laura Pula potencoi se do të vëzhgohen me lup të gjitha parregullësitë duke kërkuar nga të gjithë qytetarët raportim të shkeljeve gjatë dhe pas votimit. Së bashku të luftojmë keqpërdorues të votave. Nuk luftohet keqpërdoruesi i votave vetëm nga institucioni i prokurorit të shtetit. Ashtu siç kemi vepruar në zgjedhjet e kaluara, kemi bashkëndu veprimet tona konkrete, duke ja nisë nga Policia e Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe për Ashtresa, gjykatat, nga shoqëria civile, mediat edhe një kontribut të jashtëzakonshëm kanë dhënë edhe vetë partitë politike. Do të kemi kujdesari, e cila do të përbëhet nga 6 prokuror, që do ta përcjellin marrëvajtjen e procesit zgjedhor prej orës 7 të mëngjesit kur hapet vendvotimet, deri në 7 në mbrëmje kur mbyllen dhe prej orës 7 në mbrëmje dhe deri në mëngjes derisa të numërohet edhe vota e fundit e qytetarëve tanë. Ndërkaq edhe përfaqësues të Policisë së Shtetit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve si dhe gjykatave u shprehën një zëri se do t'i luftojnë parregullësitë e vërejtura. Policia e Kosovës ju garanton të gjithë qytetarëve të Kosovës për ofrimin e kushteve maksimale brenda mandatit që ka, që secili nga votuesi që në mënyrë të qetë, të mirë, pa frikë, pa presion, ta ketë mundësinë e shprehjes së vullnetit të vet. Në këtë tryezë të pranishëm ishin edhe përfaqësues të subjekteve politike të komunës së Gjakovës, kandidat për deputet si dhe nga organizata që vëzhgojnë zgjedhjet. U zhvillua një debat i hapur lidhur me mënyrat e raportimit.